ju e keni parë që ky do të bëj kryeministrin, kryehetusin, kryetarin të qarës të Spakut, të bëj, po ta keni parë, krye bashkiakut, njeriu që drejton, është kryetari i bashkisë vetëm i gjithë Shqipërisë dhe gjithë kompetencat e pushtetit lokal ka marrë. Në këtë mes ka hyrë një proces tash më të rrezikshëm, sepse tash rrëmben prona, mban njerëz në shantazh dhe nxjerr jashtë loje e instruksionet e tjera. Pyetja që do bënim ne se kemi pas mundësi ta diskutojmë gjatë bashku. Po mirë, tani kemi një drejtësi që ky ka thënë është drejtësi e re reformuar dhe ka thënë që e kemi bërë ne, kemi bërë gjithë ato mision të madh. Po tani kemi gjithë të gjykatë të reja të reformuara sipas këtij gjithmonë, jo sipas mendimit tim, as sipas mendimit të besoj të avokat Gjokutës. Tani shpunket ti kur kemi me ligje e kemi të drejtën që desha ta mbaroj atë që parë në fund çdo kontrate, që njeriu e di shumë mirë që të marrësh një huaj e tjera, në fund fare thuhet në rast që palët në rast keq kuptimesh nuk merren vesh, thonë bile saktojnë dhe në cilën gjykatë do t'i drejtohen për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre. Pra është objekti i kontratës. Ky thotë tani më që gjykatë vetë ai di, vetë ka di, fajdexhi e gjitha do jenë vetëm unë. Pse është kjo? Vetëm e vetëm për të bërë pushtet pa kufizuar dhe pastaj për të luajtur edhe Shkopin dhe ka rrotën që doj. Kur toka dhe vota. Kujdoj do të rrëbej pronën, në qoftë do bëjnë një nga ato keni parti resorte e tjera që ka qenë objekti i tyre, po ti me sebebi që ka i kredi ky që 30 kusur vjet parë që është harruar që mos bëhet mend ka drejt se avokati thotë ai traktori snizet, unë them që traktori do të bëj copë çik, do të tretur fare këto traktorë të 30 kusur vjet përpara. Dhe me këtë sebebi rrëmben pronën. Nëse rrëmbeu pronën, janë dhe familje të mëdha shpesh edhe në zonat rurale të tjera, thotë i këndon atë të gjithë të dere, i vjen ata patronazhistë, ke atë kredi pa paguar ti, kemi atë kredi do t'i marrin gjitha, prandaj votën. Kështu që në tërësinë e vet, ky kemi shfaqje më të rrezikshme për mua në plot gojën mafioze të shtetit, vetëm një qeveri mafioze miraton akte të tilla, ku rrëmben të gjitha llojet e pushteteve që si takojnë me ligj, e tërë mekanizmat rregullatore të ndërtuara që organizojnë ekonominë e tregut, sepse ky hyn në mes të një marrëdhënie të tërë, e cila ka qenë marrëdhënie për kredi marke që ka të bëjë me mekanizma që kanë bënë lëvizje me pronën private të cilën e bën relative, dhe me që futet nuk të gjeta këtë po të marrë këtë gjën tjetër, ç'pun ka ky? Ç'është ky? Tani një sekond tu Vasili. Gjokutaj, këta qytetarë që tani rrezikojnë dhe duhet të jenë shumë besoj, rrezikojnë t'ju merret toka, ferma, prona, shtëpia në plazh, nuk e di gjithçka. Si mund të mbrohen ndërkohë që besoj edhe ato kontrata që kanë pasur huamarrje e kanë parashikuar që kishte instanca se si mund të rimerrejnë mbrapsht në rast mos shlyerje. Apo një pjesë se nuk e dim nëse nuk është shlyerje gjitha apo mund të ketë ngelur një këst pa shlyer dhe ai të merr gjithë pronën për një këst. Davio, po ta shikoj, unë çuditem një herë me një fakt. Çfarë është bërë me këtë kredi kur është privatizuar banka me kapital shtetëror? Sepse banka kur privatizohet blen dhe borxhin, e kupton? Blen dhe asetet e bankës, pra çfarë është bërë? Unë mendoj që këtu është bërë një studim parapraktik, është bërë kjo VKM. Ata e din shumë mirë se kujt e angulin këtë thik. E kupton? Kështu që po, dhe sigurisht që kjo VKM forcon shtetin në kurriz të shtetasit, pra zhbalancon në një mënyrë drastike shtetin si kreditor edhe duke dëmtuar debitorët. Sigurisht që ky afat është mbi 30 vjeçar, ka dhe afate parashkrimi, në rast se ti nuk e ke vjelur këtë kredi. Pra këtu ka shumë pika të errta, të cilat thash do të ndriçohen gjatë kohës që ky do të ekzekutohet. Derisa të ekzekutohet ky, e t'ju merret prona njerëzve, mbrojtja do vendi gjykat. Me këto gjykata që kemi ne, sepse gjykatat tona nuk japin pezullim të ekzekutimit, domethënë ta pezulloj derisa t'jap vendim gjykata. Ta marrun thot
pastaj ti vazhdo gjyqet mas 10 vjetëve, atje dhe ndërtuar kulla, do të jetë bërë në i porta, nuk e di, si ta them, sepse nuk ka një material shkoqitës këtu, për të thënë për cilat prona bëhet fjalë, pronat të luajtshme, pronat pa luajtshme, ku janë këto e qysh e tek.